Në vazhdimsinë e muhabetit kalum, kemi folur për në pikat shkurtra, zarë të referuemi për madhështinë e ehli bejtit. Pa diskutim se pyetja do të ishte se çka ka ndodhur pas ehli bejtit, historiku, vuajtjet, persekutimi e gjithçka tjetër që lidhet rreth ehli bejtit. Sot ndoshta do të na merrte shumë nga koha dhe do të na konsumonte nëse ndalemi me detajet i kthimi historisë, po është më së rëndësishme se për historinë kam fol shumë, është më rëndësishme të flasim për vazhdimsi, se a vazhdon apo nuk vazhdon fryma e ehli bejtit, mënyra se qysh ata kanë interpretu Kur'anin edhe mënyra se qysh e kanë kuptu ata Kur'anin, dhe pa diskutim që jo vetëm sot, po që shumë shekuj më herët, ne njohim rrugë të ndryshme që njihen në traditën e botës islame me emrin tarikate. Tarikatet janë në kuptimin literal i bie rrugët, kurse në kuptimin më thellë është mënyra e ruajtjes edhe mbrojtjes së traditës profetike dhe të ehli bejtit në përpikmëri. Tarikatet janë të njohura në gjithë botën islame. Nuk janë diçka e panjohur, sidomos për atë që pak ka haber, e din çka janë tarikatet. Duhet veç një element para se me hy me diskutu për to, tarikatet nuk janë sekte. Jo. Nuk ka të bëj me sektet, nuk ka të bëj me modën, nuk ka të bëj me diçka tjetër, përveç se me mënyrën e sakt kuptimit edhe të ruajtjes së synetit. Synetit. Do me thonë, 100% synetin për pikmëri praktikohet veç nëpërmjet tarikateve. Do me thonë, është rujt edhe syneti ndoshta ma i dopt, kushtimisht me thonë, është i rujtur në frymën e tarikateve. Çka janë për ty tarikatet edhe qysh mundesh më na e përmbledh ma mirë këtë temë? Tarikatet, si që e thave dhe ti, është shumë si i tarik, rrugë, tarikat, rrugët. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e la si zavendës shpirtëror Hazreti Imam Aliun, zavendës politik edhe shtetëror Hazreti Ebu Bekrin radiallahu anhu, Omerin, Osmanin, pastaj Hazreti Aliu edhe si shtetëror, si udhëheq shtetëror ka vazhdu. Por rruga shpirtërore e profetëve të mëhershëm, cilët u bashkuan te Hazreti Muhamedi alayhis salam, gjitha sekretet dhe diturit u bashkuan te Hazreti Aliu mas profetit alayhis salam. Hazreti Aliu ja trashëgoi Hazreti Hasanit, Hazreti Husejnit, edhe këto djemë vetë. 12 imamët e trashëguan rrugën shpirtërore të ehli bejtit, Kuranit, Islamin e vërtet. Pas 12 imamëve filloi mushtu numri i besimtarëve cilët e ndjekën rrugën shpirtërore. Imam Ali Rida është imam i cili njihet, cili e ka shfaq jashtë ehli bejtit këtë rrugën. Maruf el-Kerhi është njëri prej dietarëve cilët edhe pse nuk ishte prej gjakut pejgamberit e posedoi edhe trashëgoi Sirri Sekati, Junaid Bagdadi, edhe vazhdon kjo rruga në përkrejt tarikatet Hasan el-Basri, patjetër, më i hershëm. Këto e kanë marrë sekretin edhe mësimet e brendshme të Kuranit, jo vetëm të jashtmet. Mezhebet, tash shizmi edhe sunizmi, mutezilizmi, e kaderizmi e tjerat, këto merren me punën e jashtme të fesë. Si falet namazet, fikun, akiden, hadithin, historinë islame, me punë të jashtme. Tarikati edhe sufizmi merret me punën e brendshme të islamit. Këto janë tarikatet Alije, ju them, rrugët e larta, ose prej Imam Aliut, që lidhen prej Imam Aliut, dy kuptime këto. Krejt këto lidhen dorë mas dore, el-haqqa, dorë mas dore të haku, të Zoti. Tarikatet ndahen 3 periudha.
periudha e zuhdit, periudha e tarikateve, edhe periudha e kollëve, e 9 degëve të tarikatit. Periudha e zuhdit është mas e Ehli Bejtit, nxënësat, muridët e imamëve të Ehli Bejtit, Maruf Kerhi, Sirri Sakati, Hasan el Basri e tjerë, këta janë zuhd. 2-3 veta janë mbledh me një ribat, me një strej, me një teqe, edhe kanë diskutu për punët e thella të islamit, jo punët sipërfaqësore. Dorë mas dore kjo ka nisë mu rrit numri i ashikve, dashuruzve të Ehli Bejtit, alayhimus salam, deri te Sejid Ahmed el-Rifai. Sejid Ahmed el-Rifai është edhe pse në mosh më i ri sa Abdul Kadir Geilani, llogaritet si themeluesi i parë, sistematizuesi i zuhdit, asketizmit edhe metodës të pastrimit shpirtit sipas Ehli Bejtit në sistematizimin sot që e njohim si tarikat. Ose me një term pak më të kohës, do ta institucionalizonte. Po, institucionalizim, sistematizim. Nafilen. Nafilen, ibadetet nafile, vërtet. Pastaj është Abdul Kadir Geilani në Bagdad. Këto të njëjtën kohë, çdo pir themelues i tarikatit është kusht me kon mujtehid në sharia, në fik, me kon autoritet me dhon fetva në 4 mezhebe të sunnit. Sejid Ahmed Rifai është muhaddith, mufessir edhe faqih. Abdul Kadir Geilani po ashtu, Ahmed el-Badawi, Ibrahim Dasuki, Omer el-Halveti, krejt tarikatet janë njëjtën kohë dhe faqih, jurist të shariatit. Pika shkurta kjo është, si ka fillu. Cila është arsyeja, tash mos jemi në këtë temë, që këta Piran, edhe pse kanë qenë mujtehid, janë identifikuar ndoshta me një medhheb të caktuar. Për shembull, Sejid Ahmed Rifai, Shafi, Abdul Kadir Geilaniu, Shafi pastaj Hanbeli. Cila është arsyeja pse këta vendosin me u identifiku me një Këto janë mujtehid. Këto nuk kanë nevojë për me ndjek një imam të mezhebit, po për shkak se nuk ka rëndësi te Zoti ajo Shafia, ajo Hanbelia, ajo Maliki, edhe në vendin ku kanë jetu, sipas popullatës në cilin mezheb kanë funksionuar ata, dhe këta kanë vazhduar rrugën e atij mezhebit, Shafi, Hanefi, Maliki, Hanbeli, nuk ka më rëndësi cila. Edhe pse Sejid Ahmed Rifai është mujtehid më i madh se Imam Shafiu. Ai s'ka nevojë me ndjek Imam Shafiun, është mujtehid i pranuar prej kohës vet, prej dietarëve të kohës vet. Po ai ka ndjek rrugën, siç thotë edhe ai vet, për ulësisë. E ka tregu veten thjesht prap, edhe ka ndjek rrugën e Imam Shafiut mezheb. Kjo është arsye. Për me e kthy pak në kohën e sotshme me bë më të qartë, a ka vazhdimsi tarikati sot? Po, patjetër. Tarikati është si uji. Në çdo kohë, në çdo vend e merr formën e vet. Një pyetje që zakonisht e bën njerëzit edhe që do të më qartësu ndoshta, a mundet me funksionu sufizmi pa tarikat? A mundet zjarr me pas pa dru? Jo, nuk. Ndoshta edhe mund. Është krejt se mund, po është adopt edhe el-haqqa. El-haq. Dorë mas dore te Zoti. Vetë mund është ma rrit, edhe ma herët e kemi përmend, janë ato me xubat. Zoti që i tërheq. Ato nuk... Po ato prap nuk kanë drejt mu bo shejh, murshid. Nuk janë për të ndjek. Nuk janë për të ndjek. Ato janë vetë edhe janë pak më harabati ose me lameti. Nuk janë për më ndjek. Bukur. Është niveli më i lartë në tarikat, nuk ka në fillim. Është funi i tarikatit me te i kalu çdo nivel. Mirë. A do të ishte e përshtatshme për secilin njeri pjesëmarrja në një tarikat caktuar? Ose a është e nevojshme edhe a është
e përballueshme për secilin që të jetë pjesëtarin i tarikatit? E përballueshme, besoj që është e përballueshme, më varet pi karakterit. Tash tarikatët, ki me dhjetra, me qindra tarikate në historinë islame, këto 1200-300 vjet e fundit, prej kur kanë fillimet e tarikateve. Tash nëse është dikush me shpirt artisti, preferohet të Mevlevit me shku. Mevlevit janë me muzikë, me art, me pikturë. Nëse ka shpirt luftarak, i thuhet, i preferohet me shku të Rifait. Nëse ka shpirt pak më të mbyllt, të Halvetit. Halveti është ajo izolimi. Nëse është shumë aktiv edhe... A nuk do të ishte më mirë me shku te e kundërta për shembull? Nëse dikush është i mbyllur, me shku aty ku ka gjelvet, ku ka hapje. Po në fillim i pengon. Nëse është artist, me shku te lufta. Ajo është edhe më mirë, po... Psikologjikisht nështë kish me qenë ma mirë se njeriu me njofta një dimenzion të vetës të ri, se sa me arsyetu ndoshta dobësinë e vet. Po nëse shkon te shehu, nëse e gjen atë, ai ja tregon rrugën. Tash mundesh edhe mbrëna Mevlevive ti me pas shpirt luftarak. Ja, kjo është. Nuk është patjetër veç artistat me kon te Mevlevit. Ose tash bektashizmi si e kanë bërë simbol të Ehlibejtit. Rifaita nuk janë të Ehlibejtit. Krejt janë këto nipa dhe stërnipa të Ehlibejtit. Krejt për Iran janë Sejida dhe Sherif. Tarikatët menoj që janë mëse të nevojshme. Përveç në kuptimin diverziv, kulturor, që zbukurojnë botën e bën shumë më të bukur. Në botë kuptimin tonë, tarikatët janë strejha më e mirë për me e rujt njeri, me organizu njeri dashnin edhe besimin e vetë. Duke e balansu shpirtërorën edhe fizikën. Se ka shumë rëndësi balancimi shpirtërorës fizike. Po sot do të me pas parasysh që nëse dikush vjen edhe lexon për tarikatët, ndoshta tarikatët tingëllojnë pak një lloj manastiri, një lloj tërheqje për jetës aktive, një lloj izolimi, që unë mendoj që tarikati nuk e ka atë. Ja, nuk e vërtet ajo. Tarikati i vërtet, që është larg bestytnive. Tarikati i vërtet ka për qëllim me e bon njeriu me jetu në ambientin ku është, po të brendshme në tij me pas shumë rregull, edhe të jashtme shumë të edukuar. Halvet deri në xhumen i kanë thonë Nakshibendit. Halvet, izolim, mrena turmës. Mrena turmës. Dur t'i kesh në punë, zemrën t'a kesh me Zotin. Parën t'a kesh në xhep, jo në shpirt. Kjo është esenca e tarikatit. Për shembull, si mundet me kuptu dikush cili është tarikati i duhur për to, a nëpërmjet temrit tarikatit apo nëpërmjet murshidit që ai dashurohet? Murshidi. Tarikatët janë ngjyra. Edhe janë simbolika. Në esencë është një tarikat, krejt. Është tarikati Muhammedi Alevi. Muhammedi Ali, është tarikati Muhammedan. Krejt tarikatët janë Muhammedi. Muhammedi a.s. është përmbledhës i të kalumës edhe i të ardhmës. Gjithë shka ka. Po nëse e gjenjë tash një murshid vërtet, tarikatin Sinani. Ja, unë e du tarikatin Kadiri, e du atë luket. Shej e ki gjetë, Zotit a ka qu. Tash na jena të obligu me ndjek personin, jo e mërtimin. Tarikatit janë gjyra, a i zi, ky kuq, a i jeshil, i verdh, e tjerë. Këto e gjelbër të qeltë, e gjelbër të msheltë. Po, këto janë vetëm simbole dhe kulturë. Traditat mrena tarikateve janë zhvillu mrena zonës ku kanë funksionu. Tash një tarikat Rifait, në Egjipt janë ndryshe, në Siri janë ndryshe, në Ballkan janë ndryshe, në Istanbul janë ndryshe, në Evropë janë ndryshe. Ndryshon, çdo tarikat e ka sipas zonës. Krejt janë për adhurim të Zotit edhe për me zejt vetëm. Po dikush për shembull që nuk don me qenë pjesën e tarikatit, po vendos
me jetu me krejt tarikatet në jetën kohë. Për shembull, vendos me shku një javë të Rifait, një javë të Naqshbendit, një javë të Sadit, një javë të Halvetit. A mundet njeriu kështu me përfitu diçka me gjë diçka? Po, patjetër. Patjetër se mundet me përfitu, po tash një kavanoz me mjalt, për jashtë ti mundesh me e blen një për ditë ka një. Ama pa e qele edhe me hongër, nuk ka efekt. Ti mundesh mi posedu 100 kavanoza. Po nëse nuk ishe janë? Nëse nuk ishe janë, kote ki. Ti mundesh për jashtë mund ndiku, po pa e përjetu, pa e shiju nuk ka... Mirë, konkretisht, çka ofron tarikati? Te një person sot. Është shumë e rëndësishme me fol në kohën e tashme edhe për dikan që o tu jetu me krejt angthin që e ka, me krejt obsesionet që e ka, me krejt luftën me kapitalizmin që e ka, me gjithë shka rrëthi që o tu jetu, me krejt vetmin e vetë, çka mund dhe tarikati me i bati i personit. Ai personi që është në këtë gjendje, do në me ditë çka i ofron kjo rrugë. Fillimisht, tarikati ta planifikon 24 orë, komplet. Rutinën ta ban, ta njetën e ki, gjdo dit e ki rutinën, çka ki me bo, detyrat e tua, edhe në gjdo hap e ki dush me pas vetdijen, çka e tu bo. është vetdija e plot. Tash fillon me namazin e sabajt, ki zikrin e sabajt, namazin e duhas e ki mas lindjes diellit, namazin e drekës preferohet me xhamat. Çdo namaz preferohet me xhamat fillimisht. Namazin e drekës sunnetet për pjesëtarët e tarikatit nuk janë sunnet, janë fars. Për ashikat Muzafer Efendia, radiallahu anhu, thot për ashikat sunneti o fars. Nuk o sunnet, sunneti o fars. Pejgamberi alayhis salam e ka bua dhe na duhet me bo patjetër, pa e diskutu. Pastaj namazet, namazin e natës, namazin e akshamit, pas namazit e akshamit ki salati e vabin, 4 ose 6 rekat. E ki hizbin ose virdin, që ka e banë mrena ditës. Virdi është rutina e zikrit. Për mbledhja e lutjeve ditore, ose egzorcizmat. Po, egzorcizmat. I duhur po. Disa tarikate e kanë edhe në mëngjes edhe në mbrëmje, disa e kanë vetëm mbrëmje, po me kalimin e kohës, shkon të ushtu i vadetit. Të rrit, po. Tash... Çfarë përfitimi ka pe këtyne virdeve, egzorcizmave të përditshme? E para, e fiton xhennetin. Shumë thjesht. Patjetër. S'ka diskutim. Robi vazhdon adhurimin me nafile, derisa i bona dorë që prek, syni që ndëgjon, që sheh, veshi që ndëgjon, edhe fjala që e flet. Ti bëhesh kun feje kun, bëhu edhe bëhet. Fjala jote është fjala e Zotit, fjala e Zotit është fjala jote. Njëjtën kohë. Përfitime psikike, fizike, këto janë të panumërta. Edhe një person, Muzafer Efendia, thot edhe nëse nuk beson, edhe i bën detyrat që i bëjmë na, e fiton xhennetin. Edhe nëse nuk beson. Evliat e kapin për dore, nëse nuk beson në ato që i ban, jo nuk beson Zot. I ban me dyshim, me mërzi, me lodhje, me atë, me këtë, prap... Nuk beson në efektin e ty. Në efektin, po. Prap e fiton edhe dunjan edhe ahiret. Po, këto janë për fillestartë, përfitimet. Sejd Ahmed Rifai, zotnia jonë, thot, makami jonë, grada jonë, të evliat, është makami, grada e mos gradës. Grada jonë është mos me pas gradë. Çka i bëj kjo? Punëtori shkon punë, 8 orë punon. Në fund të muajit pret rrok. Zahidi, adhurusi, bën ibadet me javë, me ditë, me muaj. Në fund pret sevap, pret keramete, pret mucize, mrekulli, pret shërim. Po na nuk presna kur gjo. Na jena rob, me vetdije, edhe nuk presna kur gjo për zotnis tonë. Na jena këtë mirë, i derës zotnis. Nuk presna kur gjo.
Çka na jep, e pranojmë. Çka s'na jep, prap me Çka do që kënaqësinë ju më jep të i madhe. dërguari, i merre, çka do që në pjerë. Fiks. Ose merrni, ajeti Kurani. Shumë mirë. Ajo e para është për fillestarët, kjo është për në fund. Po, për elitën e elitës. Po. Për elitën e elitës. Sot, për shembull, tarikatët nuk janë shumë të ekspozume. Po. Janë të mbyllura, bojnë pak nështë jetë më të mbyllur. Po. Edhe ndoshta ta japin atë përshtypjen që nuk dojnë me pranu antar të ri. Pse ndodh kjo? Po tash edhe na kur e kena nis muhabetin, këto nisen me qitë sekretin, po folin, këto punë nuk janë për në internet, nuk janë për ashtu, nuk janë për kështu, është e vërtet, po sekretin zatën me fjalë nuk mundet me kuptu askush. Kjo është sirrit hakut me i ra rreth. Në rreth, me ju sill anash, protokolla, anash, kush e kupton, kush se kupton, zatën edhe mja tregu se e kupton. Edhe nëse ja tregon sekretin, se kupton ai. Se kupton, nuk e di se e të tregu sekret. Edhe sekreti nuk ka dorë, po. Tarikatët sot shumica janë të mbyllt, janë si xhamit edhe teqet, si o gjallart edhe shehler, po folim mrena islamit, e kanë hub shumica e klerikëve, e kanë hub atë misionin që e kanë pas para tash një histori kur lexojmë deri para 100 vjetëve, 150 vjetëve bota islame, edhe te shqiptarët ka pas shumë njerëz të ngritur që janë konë pjesëtar tarikateve, bile edhe shehler. Sami Frashëri, Naim Frashëri, këto vëllezërit Frashëri krejt janë plot autoritete, personalitete të mëdhoja të cilët janë konë pjesëtar tarikateve dhe kanë vazhdu jetën tjetër akademike ose çka do që janë marrë, po. Sot këto 100 vjet e fundit mas ramjes perandorisë osmane, tarikatet e kanë hub atë drejtimin. Pak janë nuk din ka me shku. Se sistemi i teqjeve ka qenë i përbashkët Asitania, tash ajo teqja janë konë të lidhët edhe prej aty e kanë marrë misionin, çka me bo, qish me bo. Tash e kena Aziza Babën, Sheh Sulejman Aziza Baba, i cili ka qenë sheh i ushtrisë të Osmanlive kundër luftës, në luftën e Osmanlive me Austro-Hungarin. Anën tjetër, katolik shqiptar kanë luftu për krah Austro-Hungarezve në krye me Pjetër Bogdanin. Kundër muslimanëve në krye me Sheh Sulejman Aziza Baba. Tash, një sheh e ka udhëheq luftën në atë kohë. Sot, ku janë shehler? Po, ndoshta 100 vjet është luftu edhe është investu që feja me t'inglu si muzej. Sot u diskutu me një mik, thash në esencë jam kundër muzejve shumë. Po. Sidomos muzejve që kanë përbojtje fetare. Po. Për shkak se ka marrë fund ajo i bje. Ajo ka marrë fund edhe ti mi jep 30 euro mu, unë t'lo mi këshyrë sanet e tua. Që ti ke pasën të kalumën. Shumë e dhimshme. Edhe shumë e dhimshme është edhe është investim maramens me përfundu feja si muzej sot edhe kur të flitet për fejnë edhe për këtë diskutim kur të flitet mos me pas një ringjallje. Nuk do të me prit në kuptimin e ringritje masovike. Jo, zatën nuk është mirë. Nuk është mirë edhe humbët esenca. Por ndoshta një lëvizje e vogël edhe një lëvizje e mëshme kish me ja dhon përgjigjen atij sinqertit ose të sinqertës që është tu e lyp edhe është tu e prit që sa kohë. Muslimant, tash edhe na po e llogaritim veten si lindor, jemi në gjumë. Janë gjumë, po jemi të vdekur. Për fat keq. Në Evropë edhe në Amerikë, sufizmi u lërzu. Kush e shef? Muzafer Efendia në 1980-at ka qenë 4 teqe në Amerikë. 80-at. 1980. Në Evropë lërzon sufizmi, nuk është se
jena në humbje, jena... Na e kemi pas një problem. Kush e kërkon e gjen? Po, kush e kërkon e gjen, po na e dini kena pas një problem që 30 vjet, gati po bohen 30 vjet, që kena pas një problem me vahabizmin shumë të theksuar. Apo kupton, edhe vazhdojmë me pas halo këtë problem, vazhdojmë halo, Po. se po duhet me përmend apet. Po duhet me përmend, vazhdojmë me pas këtë problem se veç ky diskutim për shembull, çdo diskutim i llojit tillë automatikisht është X-i. Automatikisht komët qitë e grupi që ti nuk vlen. Edhe pse ka romje shumë, apo din. Fatmirësisht ka romje shumë, bile. Unë jam pro forcimit vahabizmit. Patjetër që jam pro, nuk jam kundër vahabizmit asnjëherë. Sa më i fortë është vahabizmi, aq më i fortë është islami i vërtetë. S'ka diskutim ajo. Vahabizmi është shtyllë shumë e nevojshme. Vahabizmi o gripi i islamit. Patjetër. Sa më shumë grip ka, forcot imuniteti. Patjetër që po. Bile mu më vjen për turp, edhe më vjen për dhimbje që qysh hoxhallorët vahabi që kanë qenë burra, kanë përfundu të u zbut edhe të u bo ma më të këshis e lajekt, me pamje të njëjtë, me thonë. Mu më vje keq për to, qysh ka përfundu ai njeri me mostheqe të rrume, apo kupton, ka përfundu në emision të një gazetare, edhe tu lezetov, më falë, din për termin, po nuk ka term tjetër. Tash mu shumë më vje keq qysh ka përfundu njeri që ka thirrë për xhihad në Siri, me përfundu me kollare edhe me këtë nivel. Ma vahabizmi ka romje, jo që ka romje, po ka bastardim. Do me thonë, unë kisha pas shef ata më uqu me u rikthy të thirrja vet, me marrë shumë a serios thirrjen e vet, edhe shumë a serios me marrë pirin e vet, Muhammed bin Abdul Wahhabin. Djalin i shehit Sufi. Po që ka qenë djalin i shehit Sufi, se ata na kanë shpall neve të humbur, kanë desh më na myt neve për Muhammed ibn Abdul Wahhabin, kanë përfundu të tradhu Muhammed ibn Abdul Wahhabin. Sot parimet e tauhidit i mojnë sufit. Si çdo herë tjetër. Si çdo herë, Ahmed bin Hanbeli ka shpëtu atë mezhebin Hanbeli. Patjetër. Abdul Kadir Geilani. E mira e vahabive është se kur bojnë parë lojnë fejen. Po, fatkeqësisht. E mira, po nuk e di a mi thonë e mira fatkeqësi, se unë nuk kam qef me pas një fetar tu deviju, se unë kështë të thonë një fjallë. Ata që një shumë prej tyne, që më kanë shpod luf publikisht për bindjet e mia, Shia, Rafidi, devijum, lloj etiketime, sot fatkeqësisht nuk merren fare me fe. Sot i shoh për shembull e shoh devijimin pas udhëzimit të ta, që shumë i keq, është shumë i rrezikshëm. Devijimi pas udhëzimit është më i rrezikshëm, e shoh të ta edhe janë tu tentu me kompenzu, me bo kaza komplet periudhën sa kanë duru, mos mi përdor ato të ndalumët që janë fe. Kjo është shumë e dhimbshme. Po ato janë viktima. Viktima janë. Vahabizmi o loj kështu ndërkombëtarëve. A është vahabizmi tarikat? Ja, tarik Alije nuk është. Nuk është tarik Alije. Nuk ka rrugë e Hazreti Aliut, edhe rrugë e lartë. Tarikat për me qenë duhet me pas silsile, zinxhir. Kjo nuk ka silsile. Nuk ka silsile. Ikhwanul muslimin janë tarikat. Ato janë xhamat. Dallimi i tarikatit edhe xhamatit është silsilja edhe sejri suluki. Silsilja është zinxhiri. Unë jam nxënësi ati, nxënësi ati, lidhët të pejgamberi a.s. Kjo rruga Muhammedi Alije. Xhamati nuk ka silsile. Unë i kam disa ideja tash, shkruaj një libër ose i shfaqi idejat e mia para popullit, vinë ndjekës të mi, edhe 100 veta, 1000 veta, 10.000 veta, bëhet një xhamat. Po, kjo nuk ka zinxhir. Tarikati e ka zinxhirin edhe e ka virdin, sejri sulukin. Tash, te ki ilaçet shpirtërore të ndryshme, unë i kam ndryshme. Ti ki nevoj për diçka tjetër, unë kam për diçka tjetër nevoj. Ti ki nevoj mi pastru vecet, unë kam nevoj me dalë në xhami imam. Shembull. Po. Ose diçka tjetër. Ti ki nevoj metodologjia, po. Po. Dallon metodologjia e asaj. Në sens tarikatët kanë për qëllim
me rujt edhe njëherë frymën e brendshme, Po, tu Islamin e mos vërtet. kundërshtu kur gjo në frymën e jashtme, ta kemi parasysh. Medreset, edhe këtë ta them, Po. medreset në krejt historinë islame janë financu prej shtetit. Cili do shtet qoftaj? Emevi, Abasi, Fatimi, Selçuk, Osmanli, sa më rëndësi. Medreset janë hap prej shtetit. Po rruga shpirtërore, cilën pretendojmë se ndjekim na, nuk është financu prej shtetit. Asnjëherë. Është financu prej fukarave. Po. Edhe me parët e njerëzve fukara. Jo prej njerëzve me kravata, jo prej njerëzve me xhipa, jo prej njerëzve me cilët janë rob të famës edhe dunjajës. Ju vjen era dunjas sot njerëzve. Patjetër, Allah mos na bof për ty në asnjëherë. Lusim Zotin që mos më na largu prej të vërtetës. Amin. Amin. Lusim Zotin që na me punu për kënaqësinë e tij, e jo për kënaqësinë e dikujt Amin. tjetër. E inshallah jemi gjithmonë këtë rrugë. Amin. Eyvallah. Hu.